Vlerësimi i arritjeve për nxënësit e klasave të pesta në arsimin fillor për vitin shkollor 2025-2026 do të zhvillohet në datën 21 maj 2026. Ministria e Arsimit publikoi udhëzimin zyrtar për organizimin e këtij testimi ndërkombëtar të firmosur nga zëvendësministja e Arsimit Oriana Osmani. Provimi do të jetë i integruar dhe do të testojë nxënësit në 3 lëndë kryesore njëkohësisht: gjuha shqipe, matematikë dhe dituri natyre, bazuar në programin e artuar nga ASCAP. Testimi do të nisë në orën 10 dhe do të zgjasë përkatësisht 1 orë e 30 minuta. Është e detyrueshme që nxënësit të paraqiten në qendrat e testimit 1 orë përpara, pra në orën 9. Udhëzimi i ri garanton gjithëpërfshirjen dhe mundësi të barabarta për të gjithë nxënësit, duke përcaktuar rregulla specifike për kategori të ndryshme. Për nxënësit e minoritetit grek dhe maqedonas, pyetjet e matematikës dhe diturisë natyrës do të jenë në gjuhën e tyre anëtare. Qendra burimore Ramazan Kabashi do të kujdeset për tërheqjen e testeve 1 ditë para provimit, për të kthyer ato në sistemin e shkrimit Braille. Për nxënësit me aftësi të kufizuara, testimi do të përshtatet në bazë të planit edukativ individual PEI, me të cilin ata kanë punuar gjatë vitit. Për të garantuar mbarvajtjen e këtij procesi të rëndësishëm, Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar AKAP do të monitorojë nga afër çdo qendër testimi dhe do të raportojë çdo paregullsi. Pas përfundimit, të dhënat dhe testet e nxënësve do të arkivohen dhe ruhen nga zyrat vendore të arsimit. Këto të dhëna dërgohen në QSHA, në AKAP dhe në Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar. Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohet sekretari i përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar, Qendra e Shërbimeve Arsimore, Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar, Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar, zyrat vendore të arsimit parauniversitar, si dhe institucionet arsimore.